Në një nga lagjet më karakteristike të qytetit të Korçës, aty ku kaldrëmet dhe fasadat e vjetra tregojnë histori të heshtura, një hotel i ri, por me shumë shpirt, ka filluar të shkruajë rrëfimin e vet. Vintage Boutique Hotel është një nga godinat më të reja në sektorin e hotelerisë në qytetin e Serenatave, por ajo çfarë e bën të veçantë nuk është thjesht fakti që është i ri, por mënyra se si ka zgjedhur të jetë, me rrënjë të thella në traditë dhe me shikimin drejt një mikpritjeje cilësore. Hoteli është vendosur në një ndërtesë të vitit 1915, një objekt me histori që është restauruar me përpikmëri dhe dashuri për detajin. Guri, druri dhe tulla janë ruajtur me fanatizëm, duke respektuar arkitekturën e dikurshme korçare dhe duke i dhënë godinës jetë të re, pa e zhveshur nga kujtesa e saj. Çdo element nga muret e pikturuara me dorë, të dyer, të dritaret që ndjekin stilin e para një shekulli, është një dëshmi e kujdesit dhe pasionit që qëndron pas këtij projekti. Këto e shumë të tjera i tregon për CNA Televizion administratori i hotelit Panajot Nastu. Vintage Hotel është prej 10 muajsh në pjesën e hotelerisë të Korçës. Godina është e vitit 1915, e cila është restauruar në detaj. Jemi përpjekur të ruajmë çdo karakteristikë të saj, sidomos në pjesën e gurit, të drurit dhe në pjesën e tullës. Përmban 8 dhoma, të cilat janë arreduar në mënyrën më tradicionale të saj, ndërkohë është edhe pjesa e restorantit dhe pjesa e barit që është bashkëngjitur kësaj godine. Të gjithë muret janë të restauruara, të pikturuara dhe pjesa e dyerve të saj janë 100 vjeçar, janë dyert origjinale të godinës. Gjithashtu dhe dritaret jemi përpjekur t'i bëjmë të reja, por t'i jenë të njëjti stil siç ka qenë para 100 vjetësh. Çdo gjë është në dru. Ajo që e bën të dallueshëm këtë vend është qasja ndaj autenticitetit. Asgjë nuk është ndërtuar për të imituar të vjetrën, çdo gjë është e vërtetë, e trashëguar ose e rikthyer në jetë me kujdes. Emri Vintage nuk është zgjedhur rastësisht. Ky emër përfaqëson filozofinë e hotelit për të ruajtur të kaluarën dhe për të ofruar atë si një përvojë unike për vizitorët. Vintage është për arsye që është ruajtur e vjetra. Pjesa e tradicionales është ajo që neve na karakterizon, që kemi ruajtur me fanatizëm. Nuk është ndërhyrë absolutisht në asnjë lloj gjëje, kemi ruajtur çdo detaj të këtij hoteli. Vendodhja është një lagje karakteristike korçare, është një lagje me kaldrem, siç e themi neve, afër Mitropolisë, zona që është zona karakteristike e Korçës. Kuzhina është një tjetër shtyllë e fortë e hotelit. Ajo ndërthur gatime tradicionale shqiptare me element të kuzhinës franceze dhe italiane, duke i dhënë menus një karakter të veçantë ndërkombëtar. Shefi kuzhinës Artan Larti na tregon se ky kombinim nuk është vetëm një zgjedhje kulinarie, por edhe një përgjigje ndaj klientelës së huaj që frekuenton hotelin. Vizitorët francez, italian dhe nga vende të tjera të Europës gjejnë këtu një përzierje të shijeve të tyre me traditën shqiptare. Në Vintage e munduar të ndërthurim kuzhinën tonë tradicionale dhe franceze dhe italiane për arsye të frekuentimit që ka Vintage. Këtu kryesisht klientela është më shumë me huaj. Dhe vendalindi kemi shumë të pranishëm, po për vetë arsyen dhe për vetë arredimin që ka lokali dhe qëllimin që ka për turizmin me huaj, jemi detyruar të përshtatemi më shumë në kuzhina franceze dhe italiane. Unë jam përpjekur që të futim produktet që janë edhe pak popullore në Francë dhe në Itali. Dhe duke u ngritur dal nga dal dhe në ajo që është që ta quajmë kështu si luks, por ushqimi nuk është luks. U përshtatëm në kjo sepse kryesisht dhe klientela që vjen dhe tuaj që vjen dhe turistët që vjen nuk është se janë domethënë që dhe jemi detyruar të vijmë dhe atyre në traditë. Dhe jemi përpjekur që ti kombinojmë edhe tradicionalen e vendeve të tyre, edhe atë moderne që ata kanë.
Një nga elementët më të veçantë në menu është kërmilli, një produkt që në Shqipëri lidhet me traditën popullore, por që në këtë rast është rikonceptuar në forma të ndryshme, si në recetat e gjyshes, ashtu edhe në versione më moderne. Ky produkt ka rezultuar shumë i kërkuar nga turistët, veçanërisht ata francezë, për të cilët kërmilli është pjesë e kuzhinës së tyre tradicionale. Në tradicionalet tona kemi një se këtu dhe unë jam befasuar faktikisht me të zotë të shtëpisë, kemi kërmillin, është shumë interesant. Edhe atë e kërkojmë. Atë jemi munduar t'ja u përshtatim dhe edhe në format e tyre, edhe në formën tradicionale shqiptare, si i thonë në ajo gatimi gjyshes që e quajnë zakonisht. I kemi të dyja format. E kërkojmë dhe atë jashtë masë shumë. Se kërmilli normalisht dhe në Francë është shumë i frekuentuar. Frekuentimi i hotelit ka qenë i kënaqshëm që në muajt e parë pjesa më e madhe e klientëve janë të huaj, por nuk mungojnë edhe vizitorët shqiptar. Turistët janë të gjitha kombësive dhe shumë prej tyre janë rikthyer, duke lënë komente pozitive dhe vlerësime të larta në platformat online si Booking. Kjo tregon jo vetëm cilësinë e shërbimit, por edhe përkushtimin për t'i bërë vizitorët të ndihen si në shtëpi. Hoteli ka ecur shumë. Pjesa e klientëve mund të them që janë shumica janë tuaj, por edhe shqiptar pafund. Domethënë në 10 muaj ka pasur një klientelë të përzierë, por që dhe pjesa e tuajve dhe pjesa e shqiptarëve është prezente. Neve kemi një kuzhinë që kemi tradicionale tonën, kemi italiane dhe franceze. Dhe klientët kanë qenë francez, italian, holandez, gjerman, do me thënë nga pothuajse nga të gjitha anët. Fakti që kuzhina tonë ju përshtatet atyre është një thithje pak më e madhe për pjesën tonë të restorantit, edhe të hotelit. Përshtypjet e klientëve mund të verifikohet shumë mirë në Booking, janë nga më të mirat. Do me thënë, klientët në momentin që ikin këtu dhe të na thonë që do rikthehemi. Dhe janë rikthyer, është një pjesë e mirë e klientëve që janë rikthyer dhe vërtet ne ndjehemi mirë kur ata vinë përsëri tek neve. Hoteli Vintage përbëhet edhe nga një obor shumë i këndshëm në behar dhe besojmë nga korriku do jetë një muzikë live që do jetë në fundjavave që do na shoqërojë. Në një qytet ku çdo rrugicë rrëfen një histori dhe çdo dritare ruan një kujtim, Vintage Boutique Hotel është më shumë se sa një vend për të qëndruar. Është një përvojë që të fton të ndalosh, të marrësh frymë thellë dhe të ndjesh ritmin e ngadalt të një jete që shpesh e harrojmë në përditshmëritë moderne. I rikthyer me kujdes nga koha, por i përqafuar nga mikpritja bashkohore, ky hotel i ri në zemër të Korçës është një shembull se si tradita mund të ruhet me dashuri, të rritet me stil dhe të jetohet me dinjitet. Në mure që flasin, në shije që lidhin kultura dhe në net të qeta, Vintage ofron një copës autenticiteti për çdo që kërkon më shumë se një qëndrim. E ndërsa turistët largohen, një pjesë e tyre mbetet gjithmonë aty, mes gurëve, drurit dhe shijes së një mikpritjeje që nuk harrohet lehtë.